Përshëndetje dhe mirë se vini në Ajo Podcast. E ftuara e radhës duket se është personazhi që bashkon dy anët e këtij profili që ne kemi mbajtur deri tani të ndara, Sabina me pjesën e vajzave dhe grave në audiovizualin e kinemas, ndërsa unë me pjesën e grave dhe vajzave në media. Ajo mban emrin e një lumi që buron në Shqipëri në fakt, por trajektoren e ka shumë të gjatë. Mund ta gjesh në Nigeri, mund ta gjesh në Poloni, mund ta gjesh në Bosnjë, mund ta gjesh në Kosovë, prej nga është dhe prej nga vjen. Mund ta gjesh edhe në Ukrainë, mund ta gjesh në Izrael dhe së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është edhe kandidate për çmimin e guximit në gazetari për vitin 2026. Ajo shkëlqen sidomos në pjesën e reportazheve të luftës, është e angazhuar në workshope dhe seminare për mentorimin e grave dhe vajzave në gazetari, sidomos për thyerjen e stereotipeve gjinore. Është një vajzë që kur e kam takuar për herë të parë vitin e kaluar në Festivalin Ndërkombëtar të Gazetarisë në Perugia, mu hapën sytë sepse ishte vetmja që fliste shqip, përveç neve që kishim shkuar nga Shqipëria, dhe përfaqësonte Kosovën. Ajo është Vjosa Çerkini. Vjosa, mirë se ke ardhur në Tiranë. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Edhe kur them që mu hapën sytë është realisht kështu, sepse në çdo event që ne shikojmë për bashkëdetaret tona, edhe duhet me thënë që jemi shumë të frymzuar kur vajza nga Kosova, si ty edhe Flutura Kusari ose vajza të tjera që e kanë nisur median mbas vitit 1999, unë atë kohë raportoja nga televizioni Arbëria, ti ke qenë 5 vjeç në Kosovë. E ngrin lart emrin e grave dhe vajzave në gazetari, po jo vetëm, edhe në fushën e kinemas. Nuk e di çfarë hani, çfarë pini ju atje në Kosovë, çfarë është që ju bën juve të shkëlqeni kaq fort në audiovizual edhe të jeni kaq profesionale në atë që bëni. Ta fillojmë nga fillimi? Çfarë të solli ty te gazetaria? Te gazetaria më ka sjell eksperjenca jam jetësore, përjetimi i luftës dhe komplet rrugtimi jam në Gjermani pastaj si fëmijë, edhe interesimi im që të kuptoj çka ka ndodhur gjithçka në kohën si fëmijë, kur domethënë ka ndodhur i tëraj kaos, lufta e kështu me radhë. Mendoj që historia edhe ajo çka e kam përjetuar kosovarët më ka bërë që me vendos për me studiu gazetarin edhe me qenë zonë tjerëve përmes punës. Po kom pas fatin që me nis karrierën atje ku kam shku si refugjate, domethënë në Gjermani, edhe tash sa vjet veç punoj, tash veç është bërë dhe një dekadë që punoj për media ndërkombëtare, kryesisht gjermanofolse, edhe i tregoj historiet e ndryshme përmes dokumentarëve, hulumtimeve ose çfarëdo fushë që lidhet me video, me gazetari, po edhe me film, domethënë janë pjesë e jamja kudo që shkoj. Mendoj që historia jam më ka motivuar për me tregu historiet e tjerëve përmes punës tam. Dhe historia jote fillon në Ferizaj, por ti ke lindur në Prishtinë. A mund na e tregosh pse? Po në kohën kur në vitin 93, kur kom lind, domethënë situata ka qenë e tillë që Kosova nuk ka qenë shumë e zhvilluar dhe për arsye të mungesës kushteve bazike, është dashur që nana jem, po si shumë gratë të tjera të Kosovës, që të shkojnë në Prishtinë për me sjell fëmijët në jetë, edhe prandaj edhe vëllezërit edhe motra ime dhe krejt fëmijët e tjerë që janë pjesë e familjes, domethënë kushërin të kështu me radhë, të gjithë kanë lind në Prishtinë, shumë vonë pastaj tjerë që kanë lind Ferizaj, po kjo është arsyeja, edhe për shkak të situatës që ka qenë, edhe prandaj Po tani si është situata në Kosovë? A janë gratë dhe vajzat më të shërbyera në sektorin shëndetësor? A jeti më e vëmendshme për mënyrën se si ato e marrin këtë shërbim nisur edhe nga përvoja jote? Se duhet të shkosh në Prishtinë kur ti mund të kesh
maternitetin në Ferizaj ose në... Kanë ndryshu, gjonat kanë ndryshu, patjetër, po prapë për shumë raste kur ka komplikime ose që janë raste më emergjente ose matrona, atëherë do të më shku në Prishtinë prapë se prapë. Mendoj që shëndetësia është një fushë që është lënë pak anash prej politikanëve, përderisa nuk kemi ende sigurime shëndetësore, po shihet progresi, po duhet më punu shumë që të paktën çdo pacient, jo veç gratë, po çdo pacient të trajtohet në mënyrën më të mirëmundshme, e jo ata që kanë pak para, për shembull, se njerëzit të cilët nuk kanë të holla shumë, ata trajtohen në institucionet publike ose në spitalin publik. Ata që kanë para shkojnë privat ose intervenimet i bojnë në spitalet që janë më me renome dhe janë gjendje mi pagu të gjitha. Kështu që unë gjithmonë jam zonja aty në që s'kan, për shkak që mendoj që respekti edhe zhvillimi i popullatës nis pikërisht u respektu ata të cilët janë në nevojë. Kur sot e shoh dhe dëgjoj lajme për shembull se çysh trajtohen persona të cilët nuk kanë ose janë njerëz që s'kan shumë pushtet ose janë i përkasin grupeve të marginalizuar, është dyqysh ndëmshurinë kanë tepër në nivel të lartë dhe mendoj që prekna kur i shoh këtu, sepse secili njeri të paktën e meriton një respekt edhe dinjitetshëm, sidomos në kohët më të vështira. Kërkush nuk shkon për çef në spital për shembull, edhe pikërisht aty duhet më mbështet njerëzit e jo me pështit për muri dyqysh njeriu, veç pse munden edhe për shkak të pareve. Çajo mu nuk më lën rahat edhe do të gjithmonë me folë. Kjo është një fuqi që ta ka dhënë gazetaria. Gazetaria po edhe vetë si person jam i tillë që ndoshta për shkak që janë shtyp edhe kosovarët edhe shqiptarët për një kohë tepër gjatë. Dhe kjo formimi jam vjen si rrjedhoj e krejt gjanave që i kanë përjetuar edhe familjarët e me gjatë luftës e para luftës e kështu me radhë, shtypja konstante për arsye të identitetit, veç pse kemi qenë shqiptar. Domethënë, shtypja e vazhdueshme, eksperiencat e vështira, e krejt këto më kanë bërë që kudo që shkoj, me qenë zoni tjerëve, po edhe thjesht me kërku që me u respektu njerëzit në nivelin që e meritojnë. Prej vitit 2015 ti punon në Gjermani si gazetare. E ke fillu me ARD-n, që është transmetuesi publik në Gjermani, për të kaluar pastaj te Deutsche Welle dhe me German Press Agency, në rregull, edhe MDR-in, dhe më intereson perspektiva jote si gazetare prej trevave shqipfolse, pra prej Ballkanit perëndimor, në një media ndërkombëtare me reputacion siç është ajo gjermane. Si e shikon ti të vendosur gruan dhe vajzën në këtë tregun e madh të medias? Do me thënë, a ka të njëjtat sfida, a është ajo e diskriminuar ose e vendosur në mënyrë jo të barabartë si kolegët e saj burra ose djem përballë sfidave që sjell gazetaria investigative, reportazhet e ndryshme që ju bëni, a ka të njëjtat sfida apo? Patjetër që ka, vetë fakti nëse na vim prej, domethënë prej Ballkanit perëndimor, automatikisht janë 2-3 hapa më shumë që dosh me punu hala më shumë për me dëshmu veten që je në nivel të njëjtë me bashkëmoshatarët e to, për shembull, në nivel ndërkombëtar për gazetari. Normalisht që dhe gratë janë gjithmonë janë ma diskriminume, për shkak që edhe sot e kësaj dite edhe në Gjermani me paga janë gratë paguhen edhe kësot e kësaj dite ma pak se sa burrat. E pastaj mos flasim për sfidat që i kem për shkak që pritet që gratë me kriju, do me thonë të kenë fëmijë, kujdesen për fëmijët, njëjtën kohë dhe të jenë karrieriste, që është një farë përplasje mes të dyjave, për shkak që në kohën kur ora biologjike është në përfundim e sipër, është ndoshta edhe fillimi kur ti kalon në nivelet më të larta të karrierës si profesioniste, edhe kjo përplasje është gjithmonë kudo në botë, jo vetëm në Kosovë ose në Gjermani ose diku tjetër, duhet gjithmonë gratë me marrë një vendim, a dojnë, domethënë të krijojnë familja, po duan të jenë në majat e karrierës. E shpesh herë gratë e marrin për shembull vendimin që të mos kenë fëmijë, ose të paktën të kenë fëmijë, po të mos jenë pikërisht në majat më të larta. E kjo është përplasja mes
natyrës edhe konceptit të karierës, se si është kriju në nivel global, tash po them. Po gjithsesi ka dhe gra të tjera të cilat janë super gra, që janë edhe nana, edhe janë sipërmarrëse, ose janë edhe në industrinë e gazetarisë shumë të suksesshme. Prej tyre janë edhe disa edhe mentoret mia që do me thonë, kom mësu edhe prej tyre qysh me i menaxhu edhe jetën private edhe pjesën e punës, edhe mos më tërheq, mos me refuzu asnjë mundësi që të ofrohet si gru edhe si gazetare ose edhe si produse filma dokumentar, çka do të bën, do me thonë mundesh mi dal me të dyja. Veç do të normalisht me pas mbështetjen edhe të familjarëve, po të njëjtën kohë edhe me qenë këmbgulse. Për shembull unë e vrej që për mua nuk është që ka ndonjë sfidë ose diçka që mundet më ndal si person, as aspekti financiar, as aspekti gjinor, as aspekti rrezikshmërisë së punës ose sfidave që i ki në profesion, sepse unë e di kapacitetin që e kam dhe jam shumë këmbgulse në ato çka unë di me bo edhe munde me bo. Normalisht nuk i te i kaloj kur ato kufit që e di që s'munde me bo diçka, unë në fusha tjera nuk munde me shkëlqy, por në ato të cilat unë kam vendosë dhe di që kam talent ose prirje për ato, unë shkoj deri në fund. Do me thonë, pikrisht guximi është edhe ajo pse mban me qenë këmbgulse dhe ndoshta mi mri që ato çka kom dasht në mosh ma tre se sa që tjertë ndoshta i arrin, po është këmbgulja, puna e pa kompromis, do me thonë puna e vazhdueshme shumë e madhe, po edhe mos hezitimit që me pas guxim me i hulumtu edhe krimet më të mëdha, me e dediku kohën 100%, pa marrë parasysh rrezikshmërisë e çfarë do pasojë që mundet me pas. Po gjithsesi është e mundshme gjithçka, sepse kudo që shkoj shoh që gratë janë, nëse ato e mbështesin njëna tjetrën, bojnë ekipe të shnosha, as familja, as martesa, as karriera, as gjinia nuk janë pengesë, janë veç pengesat të krijuara në mendje, edhe për mua ato pengesa nuk ekzistojnë, sepse unë e di që mundem edhe me kriju familje, unë tash s'kam fëmijë, po mundem me qenë edhe nane përkushtume, mundem me qenë edhe gazetare profesioniste, mundem me qenë edhe çka do që unë du me qenë. Edhe kur mendon ti që do t'i bësh të gjitha këto, do më thënë ka një kohë, apo... Po, ka, mendoj që... Je në kohë. Jam në kohë, aktualisht, jam në kohë edhe unë kam qef me pas fëmijë, kur vjen partneri duhur, normalisht realizohet ajo, po sot ka mundësi të ndryshme, ku mundesh do me thonë edhe me i rujt edhe vezore për ma vonë, me kriju familje, varet krejt kur është partneri duhur, koha duhur e kështë më radhë. Po mendoj që njeriu duhet me pas guxim edhe me dash me pas krejt pjesë të jetës. Unë kam qef me pas fëmijë, kam qef me qenë edhe në të ardhmen kur të plakem ta përjetojë ndjenjen e të bërit gjyshe, edhe të qenurit gazetare suksesshme, po edhe filmbërëse, edhe çka do që, ose edhe shkrimtare, se më pëlqen edhe me shkru libra shumë. Po të njëjtën kohë, çka do që unë e shoh që kam kapacitet. Nuk dal jashtë natyrës tën, po aty ku e di që kam përgatitje intelektuale dhe profesionale dhe mundem me bë deri në fund kam e shku. Ku do që moj, s'ka kufi. Tani e kuptoj pse je kandidate për çmimin e guximit, sepse në 3 fjali e ke përdorur 3 herë fjalën guxim. Më vjen shumë mirë që ke këtë lloj energjie, sepse në karrierën time që është pak më e gjatë se jotja, e shikoj që mbas një farë kohe, kjo lloj energjie fillon dhe bjerret nga ngarkesa të tjera, të cilat jo gjithmonë varen nga ne, varen nga mjedisi i punës, varen nga detyrimet e tjera, nga marrëdhëniet e tjera që ti krijon, kështu që na duhen edhe modele të tilla. Të flasim pak për pasionin tënd, ju të dytë, se filmbërja është e barabartë me atë që ti bën, që është gazetaria ose ka buruar prej asaj, por e shikoj pak më të përqendruar energjinë tënde tani në filmbërje, dhe dokumentarët e tu janë ato që po marrin më shumë vëmendje. Ti ke qenë në Cannes para një viti, apo? Po, 2 vitet e fundit, që është meka e kinemas edhe vendi kryesor ku celebrohen ose festohen arritjet e kinemas. Si është kjo bota, do më thënë që e bashkon median me filmbërjen? Ku ngjajnë, ku dallojnë? Çfarë aftësish duhet ketë një gazetare për të bërë filma dhe për të futur si pjesë e industrisë së filmit? Duhet të dish të tregosh historitë të njerëzve,
duhet t'jesh kreativ në aspektin e vizualizimit të storjeve, duhet t'jesh i gatshëm të punash orë të tona, pa prit domethënë që të bësh pauzë ose diçka e tillë. Duhet t'kesh ekip, duhet t'kesh producent, duhet t'kesh njerëz brapa vetes që besojnë ty, edhe që nuk dorëzohesh edhe nëse nuk i ki financat për një projekt caktuar. Unë për shembull kom shku në Cannes me financim temin, çdo herë që kom shku, edhe kësaj here do të flas sërish në 3 pavalione, do të flas në panel, ku do të flasim se si është e rëndësishme që gratë nëse kanë tema të ndryshme edhe e kanë ide kreative që munden me nis prej idesë thjesht, me zhvillu projektin, me i gjetë producent, me i gjetë financat, me kriju një projekt komplet prej fillimit deri në fund. Unë mendoj që prej fillimit, kur kom nis karrierën tem, është dash krejt gjanat mi bo vetë. Me gjiru, me montu, me organizu, me përkthy, edhe në fund me realizu produktin final edhe me publiku në media ndërkombëtare. Nuk ka qenë luksi sikur i korespondentëve tjerë që i kanë producentin që i organizon krejt, kameramanin që filmon e krejt kështu me radhë. E mendoj që kjo puna kompakte që kom pas eksperjenca të bërit 5 punë të njëjtën kohë vetë, më ka përgadit që me pas guximin edhe në nivel global me e zhvillu një ide që unë besoj edhe di që realizohet edhe është unike në nivel global, që mund të më trajtu edhe kështu kur flet me njerëz pastaj që e kanë një aspekt tjetër, si për shembull producent e kështu me radhë, siç është edhe producentja ime Lina Dhingra, që është një gru fantastike. Vetë njerëzit domethënë takohen edhe i zhvillojnë idetë, po diçka që duhet me pas parasysh është që industria është edhe toksike. Industria është shumë konkuruse edhe është ndonjëherë nëse je person i sinqert edhe je person që je transparent me tjerë, është një rrugë shumë sfiduese, sepse njerëzit e tjerë, sidomos kur bëhen fjalë ose janë të involvuar me shuma të mëdha marramendse të parave, njerëzit jetërsohen. Unë kom pa jo vetëm në industrinë filmit, po edhe në hulumtime gazetarese ku njerëzit edhe pse ke qenë shok ose shoqe me dikën për një periudhë tepër gjatë kohore, kur është bë puna te një hulumtim ose një diçka e madhe, njerëzit nuk kanë respektuar deri në çat pikë sa që mu përfundu projekti komplet bashkarisht, po del egoja e njerëzve. Unë nuk kam qef me punu me kësi njerëz, kam qef me punu me njerëz të cilët e dojnë suksesin, e dojnë punën komplet bashkarisht më zhvillu. Sepse kur nuk mundet me tjetë dikush i suksesshëm pa punë ekipore. Edhe nëse dikush mundohet që një projekt bëhet komplet, edhe në fund meritat me i marrë veç për vete, nuk shkan aty, nuk shkan, edhe nuk shkëlqen. Domethënë edhe shkëlqimi është i zbet nëse personi mundohet, është egoist e kështu me radhë. Unë mendoj që e kam një diçka të mirë prej kulturës shqiptare, që është që me u rrit bashkë me njerëz. Edhe këto ju mundu me bëha dhe për mes workshopeve edhe gjanave që i bëj pa kur farë kompenzimi, ato veç i financoj vetë, do me thonë krejtë sanet, edhe i bëj shpirtin tem, do me thonë edhe... Fondacioni Vjosa Qerkini, mund t'ja vëm emrin, pas një loj... Është organizata Women's Voices Now, që e përfatsoj për Europë, po aty unë prej se komunist, do me thonë krejtë gjanat i bëj vetë me iniciativë të Jam kureshtare, Vjosa, çfarë i thua vajzave në Ukrainë, në Izrael, në Afganistan, si motivon ato për të marrë me gazetari, me media, me film, cilat janë ato fjalët magjike që mund të bëjnë një vajzë të ndërrojë për një jetë dhe karrierë normale në kohën kur rreth saj plasin bomba dhe kur ligjet që qeverisin ato vende janë burgje për gratë dhe vajzat. Unë jam gjithmonë shumë e ndjeshme kur flas për këtë pjesë, po duhet ta tregosh rrëfimin tanë, do me thonë, storia jam ka qenë e njëjtë. Unë si fëmijë kom përjetu, do me thonë, shumë ngjyrë që ka qenë, prej luftës, pastaj në Gjermani ka qenë pjesë shumë e mirë e fëmijërisë tem, do me thonë krejt ngjyrat e jetës, çka mundet me përjetu dikush. Pikrisht a dritën në kohën kur ka qenë ertë për kosovarët, neve na i kanë dhënë
do me thonë vendet perëndimore. Për mu sigurin ma ka dhënë Gjermania. Mu eksperiencat e para të karrierës, do me thonë, dyrt mi kanë hapë Gjermant. Ti kanë dhënë vendet e lira. Vendet e lira, sakt. Edhe vendet e lira dhe vendet ku është demokracia. Njerëz që nuk më kanë gjyku prej ku vijo nëse sa para kam prente me ose jam e privilegjuar. Njerëzit e kanë pa vetëm vjosën edhe e kanë pa njohurit edhe e kanë pa atë zjarrin që e kam në vetës për gazetarinë edhe për me tregu të vërtetën, edhe pikërisht në zonat e konfliktit, si që përmend edhe në Ukrainë, po edhe në Izrael ose edhe në Afganistan, situatat kur njerëzit nuk kanë kur gjë, do me thonë janë të izoluar si gratë për shembull në Afganistan, që konsiderohen si të pavlera totalisht, edhe dikujt i mohohet e drejta për shkollim, unë nuk muj me nejt rahat pa bo diçka, dhe menoj që kur grave ju flas veç me kuptu edhe vajzave për me kuptu që ato janë vlefshme edhe që nuk ka burr në këtë botë që ty mundet me ta cënu burr ose qeveri. Po, burr ose qeveri që mundet ty me ta ndalu ekzistencën edhe të drejtat e tua si qenje njerëzore. Mas pare, ato barierat dhe stereotipet që njerëzit i krijojnë mendjet e tyne, janë veç ato që ata i kanë të kriju me mendjet e tyre, sepse nëse ti i lën njerëzit e lirë, mu shkollu, sepse shkollimi është gjaja kryesore që duhet me pas vajzat edhe gratë. Gjysha jem ka qenë analfabete, edhe progreset që ne kena bo si gra edhe vajza në Kosovë është i hatashëm. Mrena 30 vjetëve me arrit që gjeneratat me qenë të gjitha të shkolluara të grave, për mu është koha ma e mirë që mundet me pas Kosova sot e kësaj dite. Po këtë gjë mundona eksperiencën e Kosovës ose historinë tem edhe të njerëzve për rreth meje me nda me njerëzit që janë në situatë të keqe, të luftës ose të krizës ose edhe kushteve financiare ose çka do qoftë. Se vetë jeta është shumë e rëndë edhe dyqysh nëse edhe njerëz të tjerë veç pse muin dojnë më ta bëjnë ty jetën edhe më të vështirë veç pse mendojnë që gratë nuk duhet me pas drejtat barabarta ose gratë janë më pak të rëndësishme dhe më pak vlefshme se sa burrat. Për mua është absurde, këtu nuk ki çka diskuton, do të thonë ti duhesh veç me ju fol njerëzve që shkollohuni tek e fundit edhe nëse ata nuk ju lën me dal jashtë, mrena nuk mundem ja u ndalu juve me i mësu vajzat e tjera ose mi shkollu vet në mënyrë autodidakte. Shkrimtarët shqiptar ma të mirët që i kemi pas kanë qenë autodidakt, njerëz që i kanë mësu ka 10 gjuhë, vetvetio, po ku ka inspirim ma të madh prej njerëzve se sa do me thonë mos më dorëzu kohë. Mendoj që kjo shpirti luftarak edhe krejt çka unë jam sot është për shkak të asaj çka e kum pa edhe kum mësu pi njerëzve që kanë qenë aktiv shekullin e kaluar, qoftë grave, qoftë burrave, qoftë përgjithsisht popullit shqiptar që mu më kanë inspiru krejt kohën. Mu më kanë inspiru njerëz si Ismail Kadari, si Rugova, si Vjosa Osmani sot, si do me thonë Nëna Terez. Nëna Terez për mua është shembulli ma i mirë që mundet do me thonë shpirti human me kontribu edhe njerëzve mja u kthy vlerën, pa marrë parasysh statusit financiar, pa marrë parasysh statusit kulturor, pa marrë parasysh plejardhjes ku ti e ki. Edhe mendoj që kur ti gërshetohesh e ki historinë tënde të vështirë vetë, ki vështirësi financiare, ki edhe probleme tjera për shkak të etnisë që ti e ki si shqiptar, edhe sot e kësaj dite edhe ekzistencën e Kosovës, mendoj që krejt kjo prapavi edhe mshme, po edhe e ranë, po edhe inspiruese, na ka bo që na me shkëlqy në çdo fush e zbuluam sekretin. Për shembull, në muzikë ki Dua Lipën, Rita Orën, edhe plot njerëz tjerë si Bebe Rexha ose edhe shumë emra tjerë që Era Istrefi ose shumë njerëz tjerë që kanë arrit suksese me forcat veta dhe me punë të tashme. Të njëjtën kohë sport i kemi djemt që janë si Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e kështu me radhë. Në boks kemi edhe njerëz që janë si për shembull Robin Krasniqi që ka qenë Luan Krasniqi e plot njerëz tjerë. Të njëjtën kohë edhe Luana Bajrami prej Ferizojit, pra. Vërtet. Wow. Ai vën prodoka gjeni, domethënë. Po, mu vën shumë krenare me i pa këta njerëz, edhe në fushën e gazetarisë ka shumë njerëz të mirë si Unai Dari për shembull, ki edhe emra të tjerë të gazetarëve. Po, ti je pak më e njohur në këtë tregun global, domethënë, kështu që unë prandaj doja të kisha sepse në të gjitha fushat e tjera i kemi kosovare të përfaqësuara, në gazetari kemi Vjosa Çerkinin dhe ta mbajnë mend mirë. Në fund të bisedës ti je në përgatitje të një dokumentari të radhës
edhe do doja ta ndanim pak me audiencën e ajo podcast, cila është tema e dokumentarëve të tu në përgjithësi, nga frymëzohesh ti dhe cili është mesazhi që ti do t'japësh me dokumentarët? Okej, nëse flasim për dokumentarët e fundit që do t'i xhiroj edhe në Shqipëri, në kuadër të televizionit franco-gjerman Arte, që jam të punu 2 dokumentarë me ta, normalisht që lidhet me izolimin edhe familjeve shqiptare kësaj dite për shkak të gjakmarrjes, që është për mua një pjesë që sidomos fëmijët e bashkëndjej me ta izolimin, dhimbjen për shkak të një tradite që me një anë mund të më konsideru prej popullatës pozitive, po të anën tjetër bën dëm të hatashëm të njerëzve të pafajshëm po flas. Ana tjetër edhe në Kosovë do ta xhiroj tjetrën që lidhet me të pagjeturit, që prap lidhet me histori shumë të rënda dhe dramën e Kosovës. Po ka edhe në nivel tash për herë të parë, domethënë do të bëhet edhe kalimi prej dokumentarëve gazetares në nivel global, që do të jenë dokumentar filmik edhe dokumentar që i përkasin industrisë së fundit të filmit, industrisë së filmit tamam. Atëherë bashkë me producentën tem Lina Dhingra, jem të punu në 2 projekte shumë të mëdha, që do t'jenë pastaj në bashkëpunim me Netflix edhe emra të mëdhej të muzikës botërore, edhe do më thonë janë projekte të mëdha, po ashtu edhe në hulumtimet të tjera do t'jenë si gjithmonë, pjesa e krimeve, që është pjesa më e fortë edhe e raportimeve të mia, edhe që janë transmetuar domethënë në mediat më të mëdha, jo vetëm në Gjermani, po edhe në Europë. Po për ato s'moj me fol. Domethënë janë këto i përmenda për shkak se janë gjëra që mundem edhe me fol, nuk është problem. A mendon ti që perspektiva e grave në filmbërje dhe në media është e nevojshme për ta kuptuar botën në tërësinë e vet, dhe pa gratë regjizore, skenariste, gazetare, ne nuk kemi një pamje të plot të botës? Pa tjetër, do më thonë, pikrish është ajo që ka e bojmë na me Women's Voices Now në Los Angeles. Ne i mbështesim dhe edukojmë vajzat edhe gratë që të involvohen sa më shumë në filmbërje edhe në gazetari, për shkak që ato munden mi tregu historitë e tyre, historitë e vendeve të tyre përmes filmit. Çka bëjnë përmes mentorshipeve edhe workshopave anë mban botës? Do të thonë, unë e gërshetoj eksperiencën time gazetareske, po edhe të industrisë së filmit, bashkë me Women's Voices Now, që e kemi një kurrikull shumë të mirë, edhe i mësojmë, do të thonë, fillimisht që ato qysh tregohet historia, qysh hulumtohet një histori e caktuar, qysh edhe tregohet në diçka që njerëzit e tjerë nuk dojnë mu raportu ose me u tregu, qoftë prej grave ose prej gazetarëve ose filmbërësve, ku ka gërshetim më të mirë se sa me shku në secilin vend, për shembull tash të bën secilin vend pothuajse, ju flas grave, i gjejmë edhe pasi përfundojmë workshopat, e ofrojmë mundësinë e mentorship program që e udhëheq on prapë, kom zhvilluar deri tash. Një vit i mentoroj vajzat në vende të ndryshme, vetëm vitin e kaluar kom pas 3 nxënëse, Gjellila Joda që është në Nigeri, që do të tregojmë historie për fëmijët nigerian në nivel botror, e kam Lea Hoxha në Prishtinë që do të tregoj edhe ajo një historie nga Kosova në nivel global, e kam Zosha Maruchevska në Poloni që është e ka përfunduar domethënë filmin e saj, dhe pastaj shfaqja atyre do të bëhet në shtator, edhe kjo është mënyra që shon e kthej kontributin e asaj çka e ka marrë si gazetare përmes donimeve që i jap normalisht prej çmimeve të cilat i fitoi gazetareske, pastaj me ato shuma investoi në prodhimin e filmave dokumentar të vajzave, dhe pastaj ato ja hapu dyrt në qoftë në fushën e gazetarisë, po edhe të filmit, pa asnjë cent heq, do të thonë veç kontributin e kthen pse do në bo. Kjo është arsyeja pse unë doja që ti të ishe në këtë episod të ajo podcast, sepse shikoj shumë pikat përbashkëta me ato çka Aua ose Albania Numin në audiovisual po bën me rrjetin e grave në media, me programet e mentorimit që ne kemi filluar vitin e kaluar dhe që do të vazhdoj tani me projektin Vizat në bashkëpunim me Saideve, dhe besoj që ai moduli i famshëm i Women Voices Now do ketë mundësi të vijë edhe në Shqipëri nëpërmjet teje dhe Avës, dhe neve do të kemi shumë ajo si Vjosa Çerkini, të cilat do të vazhdojnë këtë rrugën e bukur dhe shumë energjike të filmbërjes dhe të gazetarisë, për të treguar që gratë dhe vajzat vlejnë në çdo mjedis.
Të falenderoj shumë për bisedën, të uroj shumë suksese dhe shpresoj të shihemi shpejt në aktivitete të përbashkëta ku të duar trokasim suksese dhe njëra tjetrës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, sidomos në Shqipëri, se Shqipëria ka për mua një vend shumë veçantë në zemrën time. Edhe me shumë qef vi sa herë kur është nevoja edhe me kriju dokumentar, po edhe me bashkëbisedu me njerëz, edhe pse jo me i fuqizu edhe gratë dhe vajzat edhe në Shqipëri është nderi më i madh që mund të bëj. Faleminderit Vjosa, dëgjuesve dhe shikuesve të podcastit, u lë takim në episodin e ardhshëm, deri atëherë mirupafshim.